flasim agjendën e ditës sotme, në mënyrë që dhe ato dy pikat marrin vëmendjen e duhur. Por nuk kemi pasur dakordsi në atë diskutim, në kuptimin jo se kam ardhur me propozimin që të vinë pike parë në ditës, se ju e dini fare mirë që kjo duhet vi me shkrim, duhet vi përpara, gjë që dikush nga ju duhet ta ndjeki si procedurë parlamentare që të gjërat të vinë verba volant scriptum manent. Pra duhet vini me letra, jo kështu çohet njëri këtu në mes, ta mund ta bëjmë këtu. Megjithatë, mendoj që përgjatë zhvillimit të seancës, për shkak se kemi një pikë të rendit ditës tani që e kemi dakordsuar dhe duhet të fillojmë me të, bashkë me zotin Klliçit ulemi dhe të gjejmë një moment kur le të themi ta diskutojmë në mënyrë që të kemi dakordsi. Sa i përket minutazhit, tërhiqemi nga kërkesa jonë për 90 minuta, rikthehemi në atë 150 minuta që ka qenë kërkesa e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, me kushtin që të ruhen folsat që janë depozituar deri më tani dhe koha e përcaktuar deri më tani për folsa. E fundit, për shkak të nevojës që ka Kuvendi, zoti kryetari i Kuvendit, bazuar në nenin 31.2, 24 orë përpara fillimit të seancës, ju kam depozituar një kërkesë për ndryshim të rendit ditës, me qëllim që në rendin e ditës së seancës plenare datës 30/10/2025, të përfshihet projekt vendimi për zgjedhjen e kryetarit Komisionit Rregullator të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si dhe 4 projekt vendimet për zgjedhjen e antarit Komisionit Rregullator të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Besoj që ka dakordsi, sepse ka një dakordsi për zgjedhjen në mënyrë që të japim mundësi këtyre institucioneve të ngrihet. Projekt vendimi për një shtesë vendimin 27/10/2025 për ngritjen e Komisionit Posaçëm Parlamentar për realizimin e reformës zgjedhore, projekt vendimin për një shtesë në ngritjen e Komisionit Posaçëm Parlamentar për reformën administrative territoriale në Republikën e Shqipërisë, dhe po ashtu kemi kërkuar, po me një kërkesë tjetër, edhe kjo e bazuar rregullor 24 orë para, neni 31.2, në mënyrë që të përfshim në diskutim edhe në votim edhe rezolutën mbi raportin për veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë dhe për të lehtësuar kohën, kemi kërkuar heqjen e një projekt ligji, i cili pret, nuk ka nevojë për memorandumin e mirëkuptimit në kontrollin shtetëror në rajonin e Mesdhejut portual. Kështu që përfshirja e kësaj dhe heqja, në kuptimin nuk prek kohën e debatit. Kam parë që edhe kolegët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike kanë depozituar folsit për raportin për bankën, kështu që kërkoj që të hidhen votim gjitha këto kërkesa. Faleminderit.